një djalë i ri nga Lezhë, 31 vjeç, vjen disekim akut i aortës ascendente në kushtet kur s'kishte asnjë familjar prezant. Dhe në vërtet neve nuk po arrim dot të lidheshim dhe me familjarët dhe në fakt detyrohemi të futemi në kushtet familjari më i afërt i jati ishte larg, detyrohemi të futemi në fakt në një stres akoma më të madh sepse neve gjithsesi kishim të parën jetën e Smorit. Smorit shëndoshë mirë, por ka qenë raste më imperative për arsye se vetë disekimi i aortës është një patologji e cila në thelb karakterizohet nga një fragilitet shumë i lartë i indëve të aortës ascendente, të cilën ti mund të qepesh dhe ai mund të shqepet. Ngarkesa shumë e madhe, pa diskutim, qoftë emocionale, qoftë ngarkesë fizike, aq më tepër kur themin e Zot na fal, por praktikisht në një moshë 31 vjeç, gjithsesi le të themi ndjeshmëria është akoma më e madhe në raport me pika. Kështu që në momentin që dalim nga, le të themi, mbaron ajo faza kryesore e operacionit, praktikisht në momentin që prapë po dinim, po bëheshim gati të heqim ato kanjurat e famshme, na ndodh një çarje prapë masive. Po çarje masive e aortës praktikisht janë ngjarje të cilat janë me pasoja të menjëhershme dhe shumë të rrezikshme. Unë nuk e di. Prandaj them që kardiokhirurgjia është gjithmonë çdo operacion është i vështirë, sepse nuk e di se ai si ta përshkruaj me fjalë, le të themi ngarkesën që kishte në ato moment jo vetëm unë, po i gjithë ekipi.